Tashmë, të gjithë kemi parë që në shtëpinë e Big Brother VIP kanë hyrë shumë banor të ri. Megjithatë, midis këtyre të preferuarit janë pikërisht Casey dhe banorja që hyri pak më mbrapa, Stelina. Për ata që nuk e dinë, të dy këta banor kanë qenë konkurrent në përputhen, ku patën edhe një lidhje së bashku. Megjithatë, gjatë kohës që të dy po njihen, marrëdhënia e tyre nuk shkoi ashtu siç të gjithë deshën. Megjithatë, Stelina ka shprehur edhe më parë se ka akoma shpresa që ata të rikthehen sërish bashkë. Që në momentin kur të dy u futën në Big Brother, gjithë njerëzit shpresuan që ato do të lidheshin sërish bashkë dhe pëlqimi i tyre nuk u la pa u dukur. Casey në çdo moment e shikon Stelinën, ndërkohë që ajo e ka bërë të hapur se akoma mendon për të dhe uron që gjërat të shkojnë mirë. Në një pyetje që Ledioni i ka bërë asaj, ajo ka thënë që janë ndjerë e tradhtuar nga Casey, megjithatë nuk e ka kapur atë me asnjë vajzë tjetër. Nuk dihet se si kjo ngjarje do të vazhdojë, megjithatë të gjithë i duan ata që të bëhen sërish bashkë. Casey ka shprehur që e ka shumë qejf Stelinën dhe nuk shikon asnjë vajzë tjetër brenda shtëpisë përveç saj, ndërkohë që kjo ja shton edhe më shumë shpresat e saj për të rikthyer së bashku me Casey. Nuk dihet nëse këtë gjë po e bëjnë për lojë apo kanë pëlqim vërtet për njëri tjetrin. Megjithatë, të gjithë shqiptarët, sidomos ata që kanë ndjekur përputhen, urojnë që këta të dy të vazhdojnë lidhjen e tyre aty ku e kanë lënë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.